Shiko, ajo që ishte e bukur me gjyshen time romake, ishte e bukur sepse më thoshte gjithmonë, kur të martohesh, duhet të martohesh me gocën më të bukur në botë. Dhe ça nuk kupton. Po ku ta gjej unë këtë gocën më të bukur? Jo, të qëllon një gocë e bukur për ty duhet të jetë goca më e bukur. Nuk thash që të jetë në absolut goca më. Por ty duhet të jetë goca vajza më e bukur në botë. Dhe shiko sa e bukur është kjo, sa poetike është. Se kjo jetë aktu që është kaq e shpejt. Po e humbën këtë gjën e poezisë dhe këtyre detajeve të vogla. Ndërkohë që gjysha ime shqiptare, për shembull, që ishte një zemër që ecte, ju e dini si janë gjyshet shqiptare, ha? Një dashuri. Ça do të hash, keqë nëna, ça ku do të mira fizike. Po si ka mundësi vetëm japi. Gjysha ime italiane nuk ishte kështu. Ajo ishte, prama kishte bukurinë në kokë dhe mënyrën se si mi tregonte gjërat apo se si ishte filozofia e saj, kishte poezi, kishte bukuri brenda. Ndërkohë që gjysha shqiptare ose më mirë tradita shqiptare është hëse do e dashurosh burrin me kalimin e kohës. Po pra do mësosh ta duash. Do mësosh ta duash dhe kjo është e frikshme. Pse? Sepse jeta ferri dhe parajsa janë këtu në tokë, ja them dhe studentëve të mi, nuk janë në një vend tjetër. Jeta jote bëhet ferr këtu në tokë. Dhe njerëzit vazhdojnë pikërisht nga këto lloj traditash ignorante, vazhdojnë jetojnë gjithë jetën me një tjetër që nuk e kanë dashur kurrë. Dhe po flas për shumë njerëz, nuk po flas për pak, se nuk po pse nuk mëson ta duash një person. Jo, afeksionohesh dhe me qenin afeksionohesh, çfarë më thën? Dashuria që kam, unë edhe për juve kam dashuri se jeni miqtë e mi, jeni shokët e mi. Ajo dashuria që them unë është një formë adhurimi, është tjetër gjë. Është një formë sipërore dashurisë. Natyrisht që ne duam njëri tjetrin. Tjetër sigurisht. Edhe unë i dua shumë studentët e mi, ata më duan shumë, ti e ndjen dashurinë që kam për ty. Po nuk është adhurimi. Po ajo dashuria tjetër është tjetër gjë. Ajo është dashuria që jep sens gjërave dhe që mbyll qarkun. Dhe ti po thua që ajo ose është ose nuk është, ë? Jo, ose pra nuk vjen në rrugë, nuk vjen duke ngrënë ajo. Nuk është ajo dashuria aty. Neve duhet të adhurojmë. Në momentin që adhurojmë, atëre kemi dashuruar. Nuk është një dashuri që unë jam çuni mirë dhe me që mandi çuni mirë e dua. S'është kështu. Ka disa gjëra që dashuria nuk janë racionale. Pra në momentin që ti ma vën në një plan racional, nuk është kështu. Neve duhet dashurojmë me të madhe. Duhet të lutem. Ne jemi mesdhetar, ne nuk jemi as suedez, as gjerman, as anglez. Na vlon gjaku. Të lutem se kemi violën beqare. Aman ta gjej njëra ajo se do ta lësh pa i gjet partnerin. Jo, unë jam me këtë parim. Ose të gjitha dhe kjo figura e admirueshme, ose një njerëz që komunikoj mirë nuk më duhet, se këtë e bëj me ty, e bëj me Mandin, e bëj me këdo. Unë dua të jetoj më vlla, dua të jetoj një gjë që është. Po mos është pak e vështirë kjo. Çfarë dilli është ai? Nuk është një marrëveshje. Çfarë më thën? Po mos është pak e vështirë të marrë frym dhe mos iki. Nuk bën sens. Nuk të plotson shpirtërisht. E di pse, se kam gjithë shokët e mi që janë të martuar dhe janë të frustruar. Të palumtur, ë? Janë të palumtur. Kjo është e vërtet. Ky është i problemi i madh. Nuk i fshihemi det, po nga ana tjetër edhe nga kjo zgjedhja se ne jetojmë a mos është edhe rasti, po them kjo që ti po thua një ekstrem tjetër i kësaj. Ky një ekstrem, ky ekstrem tjetër, domethënë që janë palumtur. Se unë mendoj që njerëzit janë të papërgjegjshëm. A thua se jeta nuk është e tyre, por është e dikujt tjetër. Do martohem se më shkoj mosha. Njerëzit tregohen të papërgjegjshëm, janë të papërgjegjshëm dhe vuajnë këtë gjë. Dhe njeriu është qenie e çuditshme, reagon, ne nuk jemi pasiv ndaj ngjarjeve që na ndodhin. Ne reagojmë, jemi instinktiv, ne vërtet jemi racional, po megjithatë jemi instinktiv, kemi instinktet pa kushtëzuara, që quhen në psikologji. Dhe nuk dalim dot jashtë asaj, natyra njerëzore është e frikshme. Po të mbyllin ty në një dhomë, në momentin që ti do dalësh, do fillosh, do bësh të gjitha ato gjërat që ke imagjinuar kur ke qenë izoluar. Shiko eksperimentet e Big Brotherit, si janë njerëzit se si nga izolimi, dalin jashtë vetes tyre natyrisht. Mandi, unë dua të kuptoj diçka, dhe pastaj besoj do kalojmë tek pyetjet më interesante se sa pyetjet e thella që po bëjmë tani. Po janë aq interesante, po. Po çfarë janë fotografi këto? Ti do, më thënë, ke dashur apo vazhdon duash, nuk e di, që ta bësh përmes fotografisë Shqipërinë më të mirë apo thjesht këtë Shqipëri që është më të bukur. Më jep një kështu që ta kuptoj. Domethënë jam shumë i vogël për pasur ide të tilla.
Nuk e kam menduar asnjëherë në lidhje me Shqipërinë këtë gjë. E kam nderuar veten time kur kam dalë pari në master, 33 student huaj. Ja, pra kjo është një kam nderuar farën shqiptare dhe jam shumë krenar për këtë gjë se aty u citua përfaqësuesi nga Shqipëria dhe jo Armand. Çdo kush në përditshmërinë e vet, pavarësisht se mund mos e shpreh me të tjerët, po e ka pak atë ndjesinë orë çka kontributi po japun në këtë vend, në këtë qytet, me këta që punojnë. Është një lloj vetkënaqësie. Ne që dalim në media, e kemi këtë pyetje. Ka të që se kam fare, sigurisht shumica nuk e kam fare ndoshta, po ne të dy për shembull e kemi unë me Violën. Prandaj të pyeta, domethënë në atë të pavetdijshmën tënde, atë që po them nuk e ke qëllim po them të fokusuar që un kam dalë të bëj Shqipërinë, jo. Po në ato të pavetdijshmën tënde, ke dashur ta bësh më të mirë apo më të bukur? Jo, më sa më shumë ta shpëtojmë dhe nuk kemi nevojë të kemi këto ide të mëdha. Dhe në mikrokozmosin ton kemi mundësi ta shpëtojmë dhe me kasierën e supermarketit kemi mundësi ta shpëtojmë. Me shumë njerëz kemi mundësi ta shpëtojmë. Në momentin që ti jep një shembull të mirë, nuk është se njerëzit nuk e shohin. Kur unë i them studentëve të mi, duhet i hapnin gocave derën e makinës sa herë shkonin në date. Dhe ata më thonë, profesor, s'bojmë ne nga këto. I them, nuk është një gjë që është e negociueshme, duhet ta bëni dhe pikë. Pra kjo është një pjesë që është themel i edukatës civike. Në momentin që ti ajo goca ka dalë me ty dhe duhet jetë për ty princesh, duhet ta trajtosh si të tillë, duhet të ndihet e tillë dhe duhet të jesh i besueshëm kur e bën këtë gjë. Se vërtet ne çunat japim, dhurojmë lule, pavarësisht se na interesojnë lulet. Se dim që goca po nuk mund të dhurosh lule dhe ti marrësh nga dyqani luleve të mbështjella me një qese të zez plerash. Se ndodh edhe kjo dhe e kemi dëgjuar. Të ka ndodhur ty në një rast? Jo, mua nuk më ka ndodhur. Në momentin që ke kam parë që i thon shitses ma vendos në një qese të zezë se s'do dalë me lule në për rrugë. Se çaj jam unë? Pa. Të dalë unë tash me. Atëherë për çfarë po e bën? Pra për këto po flasim. Dhe më shumë se sa fotografia, mua më interesojnë studentët e mi të japin çik një lloj eksperiencë tjetër nga imja. Nuk e di nëse është më e mirë, po se di, ndoshta është më shëndetshme, them unë, me një çik mungesë modestie. Kush bëhet fotograf i mirë? Njeri që ka pasion shumë fotografi bëhet fotograf i mirë. Njerëzit, studentët e mi, atë po i thoja dje. Duhet të dija çfarë hobi kishin. Pra, cila është pjesë hobi, cilën pjesë të ditës i merr. Përgjithsisht nuk kanë hobi. Për shembull, kam dëgjuar të budalliqe të tipit që kam hobi dëgjoj muzikë, për shembull. Si thash, muzika ju pëlqen apo jo? Pra muzika është që të kuptojnë lidhjen me fotografinë. Muzika, neve kur e dëgjojmë, na bën të udhtojmë pa u nisur, po varet nga muzika që dëgjon. Na ngushëllon. Po dëgjove Klevion do shkosh deri në Lushnjë. Nuk ka rëndësi. Gusto di angusto për madhe. Domethënë ka njerëz natyrisht. Po ti e ke afër. Ishte ky? Është një nga këta reperat e TikTokut. Unë i quaj nga këta që qajnë. Po. Se kur i dëgjoj nëpër supermarkete i them, kë keni DJ këtu? Gjithmonë kam një supermarket aty për shtëpisë që gjithmonë i ngacmoj ato çunat apo gocat kush janë ke kasa i them, keni DJ në gabuar sot. Domethënë se dëgjoj nga këto këngët. Unë me një shokun tim e kemi shprehje këtë, muzikë e supermarketit. Muzikë e supermarketit. Këtë supermarketit, po. Që të vi populli domethënë me mek masa. Unë zakonisht do thoja muzikë e këtyre lokaleve ku ti shkon për të pirë qetësisht kafe në mëngjesit dhe ja jep aty bam bum bam bum. E bukur është janë të famshëm këta, janë të famshëm dhe të pasur. Dhe më qëllon që sa herë takoj për shumë miqt mi aktor ose aktor famshëm, që presupozohet, i them, t'jeni dhe të pasur drejgjemori, se që janë jashtë. Domethënë dhe unë që jam i pasur, jo, po. Ke ndërtuar një standard. Po, kam një lloj mirëqenie normale, jetoj mirë, jetoj rahat, nuk është se kam ndonjë pasuri të madhe, po them teorikisht me famën që kam, duhet të isha dhe i pasur. Po jo si jam përpusur. Ime kur vjen nga Roma, thot, kush ke dalë, shofun i famshëm, po sa le ke në bank? Ç'më duhet mua që i famshëm, s'më duhet fare që. Gocat pastaj kanë tjetër lloj
Do flasim edhe për gotë. Qasje për ne çunat, se ne çunat fluturojmë nganjëherë. Do flasim sepse ti ke mundësinë për shkak të punës që të punosh me një kategori gocash, të cilën nuk po dua ta paragjykoj, por po flas, po them. Po e paragjykojnë gjithë. Por e paragjykojnë gjithë pa e paragjykuar unë, po themi. Sa i takon kësaj gjëje, çështjes së filtrave të pasurisë e të tjerë. Por me njëherë pas hapësirës muzikore dhe rikthehemi prapë këtu në bisedë.